Shkolla nëntëvjeçare Sot Irgura në Korçë po i nënshtrohet një rikonstruksioni të plot përmes një fondi prej 86.7 milion lekësh nga Bashkia e Korçës. Kjo është nga të paktat shkolla të qytetit, e cila ende nuk kishte pësuar një rikonstruksion, përmes të cilit do të mundsohet edhe shtimi i ambienteve mësimore, klasa e laborator, të cilat do të ndërtohen te palestra ekzistuese e shkollës. Ndërkohë pjesë e projektit është edhe ndërtimi një palestre të re në oborin e pasëm të shkollës, e ndërsa do të rinovohen edhe ambientet sportive dhe ato çlotëse në pjesën e jashtme. Rreth 60% të punës deri tani ka mbaruar. Sistemi kapot, kemi bërë edhe pjesën e sistemit të përfunduar të kapotit, kemi ecur me dritaret, po ecim me lulishtet jashtë. Pjesa e palestrës që është me sanduiç, po ecën me ritme të mira. Pjesën elektrike hidraulike pothuajse janë 90% të përfundueshme. Kemi ecur me pjesën e mobilimit, po ecim që të mbarojmë, të arrijmë afatin e kohës që kemi, që afatin e kohës për nxënësit për fillimin e vitit do fillojnë këtu. Kangjlla kemi ecur të gjithë. Suvaja pothuajse ka mbaruar, pllakat kanë mbaruar të gjitha, tualetet të gjitha pothuajse kanë mbaruar, ja presim vetëm pjesën e hidrosanitareve. Në fundit të korrikut, objekti është përfunduar. Gjatë kohës së kryerjes së punimeve, nxënësit janë zhvendosur në shkollat Sevasti Qiriazi dhe Stavri Themeli për të vijuar procesin mësimor.